sa ka bashkëpunim Zadin Sela me Lëvizjen Besa? Mirë. Drejt u them, nuk kam në i bashkëpunim të. Drejt, kam pas një takim në Lëvizjen Besa, s'ishin Lëvizjen Besa akoma, ishin sa individ. Unë kërkoj një takim për thënë vërtetën, se unë kështu e kam zakonë, të e flasë vërtetën. Ka kërkuj një takim Dajmiqi, bas protestave të monstrës, unë Dajmin e takova, aty në protest, se mund shkoja në protestave të ishte për monstrë. Dhe më thire një ditë, tha kryetar, do vinë struk pi një kafe. Hajde. Dhe unë ishte shtu, shkova, me idenë që është Dajmin do shta ka në i nevoje. Ku di ku? Së më tha asgjë. Erdi, kur e pash aty ishte me ditë, ishte Zejti, ishte Gashi, në frimi, edhe Adnani të të tonë. Dhe nisën ato, kur i përmendën emrat, se nuk i njifë si këtë, kur i përmendën emrat, po, kam dhe gjuhë, se kishte flitështë të sa gjera. Por thash, ju, ne kemi artha, kemi dëgjuar, ndjekim lëvizjen tuaj, të përshëndesim iniciativën të rrugëmarë, e për në tete, e ne da kemi artha që të shojmë a kemi pika të pashtë, shumë mire kemi pa. Po të është edhe unë, me që e hapët të temë, është të pysë, jemi i Erdoganit këtu, apo të vjenë, si kështu flitë është atë. Sepse, realisht, Erdogani po do të vërproj politikisht këtu, le ta marrë kena nasibin, edhe Erdogan Saracit, njarin ta heqe pi vëmëros, tjerin ta heqe pi LSDM-s, dhe tot ju do bëjnë një plot në Shqiptarë. S'ka nevojë ne të na marrë tani, dhe të na qoj atje ku është në kena nasibin dhe Erdogan Saracit. Se këta e bëjmë edhe vetë, nuk është aty, nuk në kam mësu kështu ato të cilët paranesh, kemi një trashëgimime që kemi artë. Ne kemi ca varën për cilat s'mund shkelë. Pas bindje tjetër dhe duhet ta çojmë deri në fund në atë bindje, dhe nuk duhet ta harrojmë. Jo thënë jemi një opcion kombëtare gjithë shumë vetë. Në opcione kombëtare jemi të gatshëm. Bëjmë koalicion. Por, principi im është me të gjithë ata, të cilët do fitojnë zgjedhjet dhe s'bëjnë pjesë e gjithë. Jo me ata që thonë ne do i fitojmë zgjedhjet dhe ne do jemi më mirë se këto tjerët, se ne jemi të ri, tash zbritën piqelli, ne jo, s'ka të ri. I ri është, ai pa dile pate, a pa mirë, si pa i, ai është i ri akoma. Ne të tjerët gjithë kemi qenë pjesë subjekte politike. Realisht. Po të flasim, të themi trosh muhabeti, se prandaj kemi ardhur, flasim trosh me njëri tjetrin dhe të shohim se ku jemi. Dhe u thash që ju me që jeni për ndryshim, e rëndësishme është konstatimi i secilit që situata s'është në rregull. Dhe me gjithë to të cilët thonë që s'është në rregull dhe diçka duhet bëjmë, po, jemi të gatshëm, bëjmë koalicion dhe kemi bashkëpunim. Me gjithë, pa përjashtim. Dhe atëherë thash, po s'keni nevojë të bëni subjekt të politik. Hajdeni, unë kësaj pune si kam hyrë që të bëhem kryetar vetë, e nisim, e çojmë bashkë punë, dhe prapë ja tani që kemi shpallë, kemi bërë komisionin qendror për organizim kongresit, dhe do të bëjmë antarësime, dhe bëjmë thirrje publike të gjithëve. Edhe antarëve të lëvizjes Besa që janë atje që janë zgjedhur, le të antarësohen në lëvizjen tonë, le të edhe antarët e thjeshtë të cilët mendojnë të bëjnë pjesë e atyre, le të bëhen pjesë këtu, sepse kështu do të jemi më të fortë. Atëherë pa të thënë që okej, ne të folëm për shumë gjëra. Ju dhash edhe disa sugjerime, kishin një ide edhe këtë. Maqedonia bëhet shpallet shtet sekular në aspektin etnik. Nuk njeh politika botërore në terminologji të tillë. Smut stat. Nuk tjetë sekular në aspektin etnik, mos njifët asë një etnicitet, po çfarë jemi ne robot? Thash që këtë mos se përdorni, sepse duhet të kesh model, politik duhet të kesh model. Kur të kërkosh diçka duhet të thuar, aty thuaj duhet të thuash, edhe të thuaj ke pak të model, se nuk shpikim ne demokracinë. E lam atëherë që ne do të kontaktojmë përsëri. Ato thanë ne do e shpallim si iniciativë, pastaj do të shohim nëse kemi pika të bashkëta mund të bëjmë. Unë ju them që kemi pika të bashkëta me secilin i cili do të ndryshojë gjendjen për shqiptar. Janë çështje të cilët duhet të diskutojmë, kuptohet. Natyrisht ne bashkëpunim do të kemi me LDK,
koalicion parazgjedhor, sepse çdo herë kemi pas këtë bindje. Ti thuash vetes lider opozite, duhet të bashkohet opozitën, realisht. Por ky bashkim dhe bashkëpunim duhet bëhet në bazë të principeve të cilët duhet i vendosim. Mundem tani të krijojmë bara unë një parti 2 ditë para zgjedhjeve, hajt tani i kam një 100 vetë dhe unë duhet të jem ai i cili duhet përfaqësoj. Nuk është që e them të përbesëm ose për ti, por për secilin i cili do të marrë një iniciativë tillë, sepse kështu e humb rregullin. Atë pse i bëjmë në gjithë këto, jo kuvende, jo takime, gjithë në mënyrë që të marrin të drejtën që të flasin me mënyrë. Kjo është një ide, sepse i bëjmë gjithë këto takime. Dhe prej atij momenti ka qenë gushtë. Prej atij momenti nuk ka pasur.